Mirdita, ka ardhur ralla për pyetje me. Ka na shumë pyetje, edhe unë do lexoj aq sa të kem mundësi, edhe do përgjigjem aq sa kam mundësi. Që kështu pyetja e parë është përshëndetje. Bazuar në përvojën dhe njohuritë tuaja, a mund të më thoni nëse ka diçka konkrete për bakteret? Një pjesëtar i familjes sime e ka këtë problem prej shumë vitesh. Tani ka filluar të ketë dhimbje të vazhdueshme. Mjeku i ka dhënë një injeksion një herë në muaj, të cilin e quajnë ilaç biologjik. A keni ndonjë përgjigje ose rekomandim për këtë, ju lutem? Cilin bakter ka, çfarë diagnoze i kanë vendosur, apo të cilë është emri i ilaçit biologjik që merr një herë në muaj? Po para konkrete për bakteriet. Unë kam thënë është ajo. Aja gjërimi është. E që të banë ajo apo jo? Po është pak vështirë, se të bërisht 2-3 ditë pa bukë, ka këpton. Meraj mujtë 2-3 herë, ka këpton. 4 herë, sa ma mirë që ti i komplet ajo sikleti, i komplet bakterieve, që do tjetë. Ai trupi është këshu, është magjik, ato qelizat janë këshu, nuk du ka rritë në botë. Që të bajnë ato apo jo? Komplet sistemi trupit, është shumë magjik, i pason gjithë të gjërat, për ti me po i besove doktorit, që beson gjithë tjerët, edhe shumica tjerëve, aja të pun ka, aja është biznismen, aja shkreti, aja ti ka dhanë shëringën, aja të fuset e ty. Ani me kohën do banë 2 ato, në mujt, edhe kështu vazhdon ajo. Ato shumicët në vetëm simptomat i shërojnë, përsa shërojnë atë smunjen, a këpton? Këtë janë ba kështu që të majnë ty shak, a këpton, që ti shprapi këto ti, me është me këto. Që argjërimi i hejtë gjitha gjanat, të vitet teknologjia e me, që kam përtarë për shumë gjërat bukra, që u bëshurë direkt, ma mirë për shumë gjëra, nuk janë shumë largë, po i pengojnë këto si lenë, i vrasin, i heqin nga puna, i aprishin komplet jetën njerëzve, a këpton, qas i bajnë këto. I pusin aty në gjykim njerëz dhe mirë që përvojnë që ti dalin, që kanë ilaçe për të gjëra që bajnë kështu shumë shpejt, a këpton, po zdun të tunalt. Qas i bajnë këtyve njerëzve, këpëton, pa i me këtë njerëzve dhe me qas të bajnë grupe, po më qifen, po flasin për të gjërat i me, pas bëllojnë vetë, po i bëjnë gjërat veta, këpëton. Pranaj, zdo ketë ma këshu politikanë e gjanat kohë, tanë konë jo shumë kohë. I shopin e që janë këto. Edhe gjithë këto doktora tani, e gjithë të gjanat tjerë, dhe i bajë kjo artificial intelligence, këtë gjërat e mija e me për të mirë. Për një dyfun njerëzit, dhe këto që kemi ne me qërqapa, vinë vërdal këtë. Që këshu i me a i pjesaj familjes tate është, unë kam folë për atë i video tjetër, argjërimi është për qef, për gjitha gjanat. Po është pak vështirë, do të demi pak poka këshu në njerë. Po pinaj qaj, pinaj kafe, pinaj ujë me krip aty, ose në i këshu, në i kafe me ajo vaj kokonetit, kokos. Ose qaj me atë e përzim, më i të farë përzime këshu, po pata, e banë si shkume se mirë, e kashin e mirë. Që të qësosh pak. Ka dhe ilaçe tjera, po njerëzit nuk janë atë gjendje me kuptu, a kupton, për këto që janë smut fare që më qërosh shumë shpejt, pa të ilaçet mund t'i përmend në i video tjetër, se është një fare ilaçe që qëro për gjitha gjëra, sidomos këto, po njerëzit i duket ndryshe, a kupton, të njerëzve. Mua shu kam të regu për të gjëra, pa ne kam në të ardhmen me t'i bë pak ma mirë këto gjërat, me i ba pak me privat, se ti as vetë të parë. Po, do bëhen shumë gjëra, do bëhen shumë ma mirë, a këpton? Po argjërimi është ajo që po e panë të argjërimi njerëti nuk keni nevojë të qëroj gjithë nga tjetër nga përjashtë, a unë kam thënë, kemi gjitha mrena për mrena. E kemi atë sferën tonë, i ka gjitha e mrena për mrena. Punon me trupin, me qelizat, me drita që si shofim ne, qas bad aty. Kështu ajo, këto mikrobe ikim gjitha. Po është pak vështirë me ne 3-4 ditë pa hangë, për shembull, a kupton? Edhe lodhe trupi, dhem në ajer koka, se si mësu të dita, kupton, po ashtu dalin të sikletet, huqet, edhe djersat, edhe ja merë dorë në një, nuk ka me gjatë keqe, vetëm ashtu duke sigur, ri qeto atë mundësi, sidomos po banë argjërimin, që e me shuru vetë. Trupi do të falimderit shumë, sa ashtu trupi punon, original. Pyetja dytë,
Si e, ata kanë njerëzit që kanë ndëruar jetë atje? Ata kanë edhe njerëzit cilët kanë ndëruar jetë atje, falbert. Po, i ta kanë që dush ti. Ti e, kur delti nga trupi komplet i ke këshu gjitha gjanat. Ti e ti këtu nalti me, ti shep të porë, që bat. Të përshëndesin nderuar, nga përvoja dhe nga njohuritë tuaja, të lutem, a mund të më thuash nëse ka diçka konkrete për njëjtë? A ka rregull atje dhe në çfarë mënyre ndëshkohesh kur i thyën ato respekte? Po ku ditë nga trupi nuk ka rregulla për këtu, rregullat banë vetëm këtu, ke ky kopshi zoologjik që jemi ne. Tu banë rregullat. Të bajmë kështu, të bajmë ashtu, unë kam temat mirë se ty, ti të bashkë shta mu, unë jam Luani, ti e zebra. Kështu unë ka fut të ganën ty, që po të vishtu, do të mjapësh një nga ato familje ta hajo unë që të kalosh ti, ose do të kthehesh mrapa, ose se ke pasaportën kështu, se ke vlerën, do të kthehesh mrapa, s'ke drejt hysh ke ky shteti, se jam më mirë se ty. Që kështu, këto rregullat banë këtu, këto budalliqe që i bajmë ne. A këpta? Jemi naje fare. Po të ndryshojmë për të mirë, po s'ka regla fare, nuk ka regla atje. Regla ime, vajtë ba, ka konsekvenca, po banë ti në gjatë keq atje, këpton? Normalisht. Jo si dënë nëjë tjetër, po a ne do t'jesh në jeri mirë tu, që ku ti kish atje, ti kish i pasër, ti kish tamam si mretnesh, sa t'kesh mundësi. Po i ikën atje, si ku kesh shumë plera, këpton, kalon. Po në atë ko mund të marrësh ndihmë shumë fillim, a këpton? Po kupton vetë janë ti që ku t'javësh ti me dorë ato i kanë pa ato testat e tuja çfarë ti pjeti, çu shke ndryshu ti, çfarë dashuron ti, që i ta zblosh vetëm. E çfarë tipi je, kupton ato ndihmojnë tani dhe do të kesh gati me të bëj çfarë doja, kupton, po fillim do ndihmojnë shumë. Kështu je, po thuj i kanë ba këtoj me se të shojnë për vene, po s'ka rregulla fare. Ku e merr dorën ti ani ku je tek kull, s'ke nevojë më për një kush e kupton ti ku i sheti, ku zbulon ato gjërat. Pa regla pa gjaja, regla banë vetëm këtu, edhe ke kati dytë, edhe ke këto, ke pyet, ke loja. Nga të rego pak për planetet dhe ndikimin e tyre, bashkëpunojnë në këto me ato të kati dytë apo jo? Se ti për që planete keni jo? Ose keni për këto Saturnat e këto, që kanë këto? Marsi, këto gjërat. Pa ato janë kështu, po diun që të them, s'ka pa nëj kështu, nëj Mars, nëj gjatë, atë në drejtë, unë përshof i... Nuk ka kështu ndrysh, nuk është ashtu që shta pajnë këto, nuk ka fare kështu, unë s'kam pa. Zi që them, s'kam pa as Mars, as kështu, as ashtu. Kam pa gjëra, po janë shumë ndryshë, janë dimensiona, janë gjëra tjera, janë... Në thush janë si top, apo janë dhe vene tjera, këton. Se janë kështu që të thonë këto. Unë s'kam pa shumë, unë s'kam pa as një Mars edhe një kështu gjëra. Te kam pa gjëra tjera që janë duke më paka shumë i sërë, për janë ndryshë, janë gjëra tjera, s'kam bëjnë fare. Që shu i me këtu i me, i ke vetëm atë, e s'kema ke ujnë, shko ke gati dytë. A këton? Ati i me që atush ti, teleskop, papaskop, i nuk shetë të gja. Du t'i kish nga ujë, kalorë që të shokët. Për lëni këtë kamerat e këtyreve. E këto testat me CGI, me atë teknologinë CGI që i bajnë këto i qojnë atje NASA këto dalin bëdhën. Këto janë ato mashtrus ma të rëzikshmi në botë. Të dalin këto, të i shofe njërë që janë. Përshëndetje nderuar, unë kam shumë vuajtje dhe probleme në jetë, por jam tipi harushëm. Muzika dhe filmat me pëlqejnë shumë, të gjitha llojet e muzikës. Sa herë që dëgjoj muzikë, më vjen një adrenalinë që më kënaq shpirtin. Më pëlqen natyra, kafshët dhe çdo të bukur. Kënaqem me gjëra të thjeshta. Gjithmonë kam kërkuar në YouTube histori dhe prova se si kjo jetë shtrëngon pyetjen. A më ndihmojnë këto gjëra në meditimin për të artill? Po, të ndihmojnë shumë mirë. Muzika e më ngrit këtë
Po ti e hape shumë keq këtë mesazhin, po kështu bëjmë ne. Përshëndetje dua, unë kam shumë vuajtje dhe probleme. Po ti të mendosh që je Zoti do të kesh gjithmonë probleme, gjithmonë jetë. Po se kuptoj ti që je Zoti ti gjithmonë do kesh probleme dhe vuajtje. Se mendon se është ky trupi. A kupton? Ajo është e vështira. Kjo është ajo që të pengon ti të hapë atë që ti kesh ti tamam si plumb. Po këto ku hap me këtë ti, edhe të jetë janë të mira shumë që i bën ti, po sikur du ta heqësh këtë gjendje se ti viktima, kupton? Edhe sikur se beson që je Zoti, po ta them unë që je, do zbulohet. Me patë pak, a kupton? Unë veprosh dashu, a kupton? Zi që ta them. Po muzika ti të gjërat ndihmojnë. Këto muzikat hard rock, këto janë për të prish qelizat e DNA-t e gjitha gjanat, ti ndrojnë, ti bajnë, janë programume. Si të mos e këto nga njëta deri ke 50 të Hollywoodit. Janë bak keq fare me energji të qija, këto që janë kështu nga 10 parë, 20 parë, këto 30 parë. Janë shumë muzika satanike me energji të qija që prish për trupin, prish frekvencë që mos kafsh në botën tjetër, po të duket ndonjëherë bum bum bum. Që kështu ka të baj shumë ajo muzika që mos ndalohet ajo sfera e muzikës, që vetëm të vazhdoj. Se ka, a kupton kur luaj muzikë, ato që ndalojnë, krak, krak, sidomos to hip-hop dhe gjanat e këto që ishin në televizore. To Taylor Swift janë komplet degenerim me përmejna trupit. To duken bukur, ka shpanaj njerëzit në gjumë, a kupton se i majnë këto gjërat, to janë si tip rituale që i thithin energji njerëzit që i enjoynë këto gjërat, a kupton? Edhe këto si janë këto për shembull që stëvitin atë në gjimnastik, i vuna dhe kufjet bum, të banë kështu, bum bum bum. Ja, prish ato dinë që bajnë. Prandaj me muzika frekvenca, muzika të lezetshme ose muzika që s'ndalojnë, që kanë atë si përfaqen gjithmonë që është muzikë. Po u ndalu muzika, u bë kështu me ndalime, ndaj të këngës, largohu atyre. Që shu frekvenca do të ketë sidomos i muzikë për si përfaqe, ato janë të mirë me ngju. Ose muzika frekvence, mos dëgjoj kështu muzika me shumë tekste. Po dëgjoj muzika me tekste, me logjikohet sikur jo për dashuri, se shumica e muzikës është për dashuri. Nga që flet shpirti, e s'dim ne kush jemi, shpirti flet për dashuri, për gjë të bukur. Po mund të çosh atë dashurisë jo një vajzë ose një kështu gjithmonë, a kupton? Po çoja shpirtit tat atë muzikën, sikur përkënon shpirtit tat, edhe komplet ndryshon ajo kuptimi. Mua ato më shumë luj kur komunikoj me anën tjetër me këngë, siç jam unë me ato, kupton sa afër jemi. Unë dalin dot me sy, sa ashtu komunikojmë shumë edhe shumë herë, kupton? Po ato këngët unë enjoy se më vjen direkt i mua, a kupton? Ka ato që janë nga këtu, po se kanë atë mrapa. Janë disa këngë që se kanë, po shumica këngëve janë bllokuar keq fare. Mua ato enjoy edhe frekvenca, ose enjoy më ato gjërat kota. Unë kam ardhur deri arsye ku unë enjoy vetë muzikën që duan këto ta enjoy edhe unë, që të rriun sa më mirë. Edhe unë do filloj edhe me vitet e ardhme kur enjoy muzikë, për shembull, edhe duke fol se muzika frekvence jep më mirë gjendjen, bën më qetë, fokusohesh më mirë, e ngren frekvencën më mirë edhe mund të flasë më mirë. Unë e kam ditë, po e kam harruar. Unë enjoy muzikën, por kur flas me ju nuk enjoy, po është shumë mirë me ngju muzikën edhe 24 orë, a kupton? Ky trupi është lëndu keq fare. Mëna për mëna duhet shumë gjëra me pastru, shumë programe, shumë bugs, shumë viruse, që si dimne, po janë ke sferat, muzika ato i përzin ta ngren frekvencën. Muzika është një nga ato mjetet më të mira në botë. Po këto e din, këta e panaj kanë bërë këtë muzikën e Hollywoodit dhe njerëzit bom 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 bom. Për nesër. Vazhdo kështu, është shumë gjë e bukur, kënaqesh ç'po thu ti. Edhe kështu arrin në qëllim. Po, është rruga kampione. Po hiqi këto dy pa të mundësi, këto që kanë shumë vuajtje dhe probleme. Ne kemi të gjithë vuajtje dhe probleme. Po ti e ke ndori me atë pultin e kontrollit, çka kanalin do të shohësh ti më. Do pa kopë me mardor, po e ndryshonani kanalin, e kupton? Vujtje, po pasi vujtje do të bëhet vujtje ty. Po pasi probleme s'marrojnë kurrë. Sa shumë flasim me padashe. Sa vujtje, sa probleme kam. S'kam të hajë, s'kam ti. Me ti të rish viktima, po do bash qysh të bajë në gjë, të bajë në leka, do thonë që të zhvillohen me ne meditim, qysh ta shoh në gjë të bukur që ta bajë unë ose ta marrësh mendjen këto gjëra, a kupton?
Se e dim që është gjendja pak a shumë. Që për përsi këtë fjallet të pengojnë shumë, a këtë dhe s'pak se fillim kjo. Sa të keni mundësi, hiqin të shpejt e këshia, se jep energji ku edhe kur i flet, se e ti zoti, ku i përsërit, ajo të bërë dhe më madhe, do s'doti, ajo... A këpëtan, ngrijet. Po është vështirë, se ashtu imi mësuna, ashtu flasim, ashtu shprejmë, i gjithë, edhe unë si jam ndryshe, këpëtan, kemi qenë gjithë në shkollë, i kje bota. Shumë bukur. Ashtu arrin shumë shpejt. Bota është e rumbullakët, apo e sheshtë? Me që shta themun të? Shifim e mrapa meja. Ne jemi këtu fush. Drejt. E kemi një këshu cipër. Si tip i rumbullakët, apo është këshu, si tip këshu, si breshke. Kjo firmamenti me ujtë cipër. A kupton? Që këshu i me duke i të vetë, kjo është si tip donoti. Ato donot që i hajnë këto. është kështu, e rëmullakë për është fush këtu kemi ne. Nuk ka këtu top që vjen për qark. Kjo është i blindum. Ka dhe poshtë është i blindum, nuk është shumë që vjen për qark, që vjen janë. Ti shife vëlla, kësë vetë, këton. Për nese, ato që s'ta kam ba, këton. Edhe janë ato që di shofim ne, di njojmë ne, që na tërgojnë ne. Ato të kanë rejtë ku je. Imaginoj që s'ka rejtë ato. Qas të kanë rejtë ato, unë për ne po i themin, janë gjithë kundë ta. U thonë ato të bëhë këshu, preparohu bëhë këshu i këtë rrugë, ja, futja rrugët tjetër. E di që të fiksohesh pak të duke që pëtolla, për rruga tjetër është ajo, se futën gjithë ki kafazi aty ato. E din ato ku i të shojnë kur dhe ikin, që të bëhë, që të bëhë, e din që bajnë ato, janë shumë për para, për çdo dhe gjaje. Kanë qenë. Po dhe këtu, pse nuk bën seansa që lexojnë pse nuk bën seansa që lexojnë energjinë të tjerëve apo rekordet akashike? Apo çfarë shikojnë në këto jetë të kaluara që shërojnë në traumën? Pse nuk bën seansa? Po unë po bëjë më të mirë me po ti po bën të ti kap dhe akashiket dhe akashiket edhe akashiket. Po dole ti nga trupi. Pa ata po flas. Ti lexon ne unë lexoj shumë energji për shembull. A kupton? Nuk kam thënë, këto vjen mu normalisht jam qetësi, zot ja di, po kur jam interesuar për diçka, se e vetëm me diçka vjen informacioni, po të jetë në informacion po desha unë. Po s'desha unë shoh punën time. Ose mund të jetë diçka për shembull që mund ndodhi, a kupton? Që unë i shoh shumë, i parashikoj, sidomos na për ëndra për shembull. Ose kur praktikoj, ose edhe në vinë dhe pa praktiku, a kupton? Që ndalin për shembull, kjo është një potencë që mund ndodhe, që ka për të ndodhë, a kupton? I me të shive që ka për të ba, a kupton? Unë i shoh gjithë anët, që shu jam i preparum, ose shoh njëri për shembull. Ja lexoj edhe energjinë, po që e interesante, për shembull, si këtu ke koment ku flasim, unë lexoj shumë energji, ke shumë njerëz. Se ku je paka shumë i hapur, i kapur, ato sikur bëhen verë, se jemi gjithë njënë, edhe sikur kuptojmë janë i tjetrin, edhe lexojmë, po kur del nga trupi, gjithë akashet janë hapur ty, i keti private, ti me o deli i mëson tjerëve për këto, o bën diçka tjetër, kanë që dush tia, këpëton? Po kjo që po i tërgoj unë, ti kapësh edhe me akashiket e tuja, edhe me akashiket e universit. Pranaj, jeti ai ultimati. Nuk ka ti, ku jeti ultimati, shef, tu i ke akashiket, tu i ke gjitha gjana, që shamba ku je qase, gjitha gjana të zhvillohen, mësohen, shifen, bahen, trajtohen, eksperiencohen, që atë dush ti. Po ti me ka dhe njërë që merren me akashike, edhe ajo mirë është, a këpëton? Se ati është ajo e vërteta për gjitha, paka shumë, po tjertë, kur e flasin, është pak vështirë e ku e merr informacioni, po ku kapesh ku e shef vetë, është komplet ndryshe. Pani rrin me ty ajo, se ka njerëz që kapen dhe marrin energjinë e mirë, i kapen me këtë për ditë, për shembull, rrin qetë, nuk rrin përbullum, nuk rrin kështu, se kjo duhet majta, kupton, kjo është kjo tikën, këtë gjëra tikin shpejt, pozitivimashe, kupton? Që ti unë me nga, për shembull, nga natyra, ti ki përzim unë me njerëz ki klubi aty, mas gjysore unë jam ashtu, prap që mirë, unë do t'i me kajkon prap. A kupton? Që kështu me ka të bajk, të ditë që ta majnë pranaj për sistit akashik, se janë gjendje tjetër.
Prandaj kur vijnë të gjërat, do të jesh në fakt i stabilizuar me kohë, si me marr dorën, si ti puqi, atë vijnë të gjërat mirë, a kupton? Se do të jetë linja pastër, linja mirë deri në fara arsye. Ti si trup me energjia, ke sfera, ke gjendje. Kur je jashtë trupit, a mund të futesh në aktivet e Vatikanit dhe ti shikosh të gjënat e trojeve shqiptare? Po, i shef gjithë aty janë gjithë, tregojnë gjithë, çfarë dush ti, ku dush ti. Gjithë gjërat zvolohën, po që interesuar për ato ti, futesh atë rrugë, ato do dalin ty. A kupton? Sulmoje. Dukte, do dale aty, me kohën, do zbulohet. Po du ta kesh pasion ti për të, që të zbulohet, që dush bërë diçka, jo të fuz kohë, do ikim atje. Çdo të dje, a kupton, të kesh një farë pasion që të ndihmohesh, që të shkosh për diçka. Po, mund t'i shofësh. Një herë, dy herë, po ti studiosh mirë, ti dish mirë, ti lexosh mirë. Duhen shumë, se ka shumë informacione për çdo lloj gjaje atje, e kupton? Duhesh me shkush shumë shpesh me sëlmu të njëjtën gjë. Me marrë më shumë informacion. A kupton? Kështu është. Edhe ashtu e zhvillohesh, ose merr informacion tjetër, ose tjetra. Kështu është ti. Që futesh edhe ke Vatikani edhe ku dush ti. A kupton? Kur del nga trupi ti, nuk ka një tjetër të ty çkani, ti vetëm je komandon, ban gjë që dush ti. Ti je mjeshti, ti je i Zotit, po. Të përshëndes, i nderuar, nëse është mundur nga njohuritë që ti zotëron, të lutem, më thuaj nëse ka një zgjidhje për këtë tjetër. Çfarë më kuptojnë? E kam zgjuar prapë. Çfarë më kujton, i kuptoj të gjitha çfarë thua. Dyshimet na prishin besimin. Kam qenë shumë afër ndryqimit, duhet shumë vullnet. Po pra, ku mendon se jetëja është e vështirë, do të shumë vullnet tani. Ku mendon se jam kështu, kam vuajtur. Me gjithë shujtëm njërin tjetër. Kemi vujtur ne, kemi vujtur, nuk ka fjalë për çka kemi banë, çka na ka banë këto, po është më veti që ose përsëriti me ato gjëra, ti ke baj me ti e forcu, e ke marr dorën pak a shumë, edhe ti je a kupton? Ti ma e blindum. Kjo është shumë mirë eksperiencë me marr jetë në ardhme, se di çka do ndodhi mas 5 vjetëve. 10 vjetëve, 15 vjetëve, 20 vjetëve. Si di fare çka do ndodhi, e kupton? Kështu me nuk duhet vullnet fare. Duhet aja pak shumë me sulmu, a kupton? Po e pek shumë vullnet, ati lodhesh vetëm nga menja. O, zotë, më për e le fare, se s'munët. Se shivi gjysha jeta. Merën mend. A kupton? Me fillotu ku jemi, sa di, edhe me sa kam shpjegu, edhe di që të bash. Ti pas ke qenë dhe afe ke ndryqimi. Ka qenë ma vështirë për para, është ma mirë me. Së sërare vështirë me, ka qenë ma vështirë për para. Përshëndetje, po tramat, me çfarë teknika shishëroni? Tramat e në këto që në ka dhënë tjerët. E që kemi marrë dhe vetë, po. Po një nga to që është ma të vështira, për shembull, që mund të shërosh të lloj trame, është e falmja. Du të falësh vetës fillim, që ta ka lëndu tjetër, të ka patë tramën. Edhe, po patë mundësi t'ja falësh edhe tjetërit, që ta ka bakte, se ta shofësh nga ajo sipërfaqja e Zotit, e madhja, je shef që ai ashtu e kam ballë atit, posa sajt. Edhe pranaj krijojnë dhe këto të trauma, sa aq din, aq ka mësu ke ky programi, edhe aq bajnë, kupton. Ta kishë zbulu ato vetëm nuk kishë bak shumë. Po nga që zini, me ja kam bak shumë, me ato ashtu kam marrë si uqi, me kështu e bajnë atje, të dashër pa dashër. Atë të kërkojnë të bajnë sa ma mirë, çdo jetë, po në erin këto uqit shumë atë. Ato dhe këto i me banë trauma, ka lloj traumash. Lloj. Pranaj, nuk kom dalin të unë vetëm, unë e kam e kollaj, se unë e kam pak kush jam. A kupton, unë di që janë gjanat. Edhe unë për shembull, unë ja falë dhe atyve, ja falë vetes time.
Ajo është ajo që e lejon direkt, e kupton? Po është vështirë kjo, se e kemi kështu ne. Ja, ma ka bak keq fare. Ma ka bak shumë. Ja fal deri para syve. Sa je ku janë gjendje, edhe nuk është gjë e keqe, nuk kam qenë aty, më mend shumë mirë. Nuk e falja mbot, që kam bëu mu kyç, ka bëu mu ajo, gjëra të kolla që usem ne jeso. Po ishte i nati, se ajo huqi, ajo duhet shpërla, kupton? Është ajo i pjesa asaj egut, të të manë këtu, me. Që po ta bani kështu dhe bashkë kështu. Ta shojmë këtu gjithë, kupton? Edhe të banë shumë trauma, shumë gjana, dhe që i vogël, i merr trauma për shembull që s'ka të bëj fare me ty këtë jetë. Ti mund të marrësh i fara, jo nga gjyshi, por nga stërgjyshi. Si lidhëm gjithë në sefis, me kështu, me linja, me shpirt, a kupton? Kemi ardhur, që kam thënë përpara, me rilindje të gjanat. A kupton? I me për shembull i gjysh që s'është tu, edhe i stërgjyshi që është tu, ti mund të marrësh atë hugjë të stërgjyshit. A kuptosh? Se kapës i mantenti, po të ish në gjendje të keqe, pap, e kap një nga këto gjyshit, nga ato përpara, a kupton? Bam. Vjen për mërna. Edhe se dijani, se ajo ba pjesë e jote, ti shpresh ashtu, po e di që s'pëlqen, po s'di gjatë tjetër. Nuk e vjen nga gjyshi, dhe kjo është një traumë që s'ta kam ba këtu, po që e merr nga përparshme. Këto meditime të gjitha gjana se harrohen, unë shifën e njerë, unë qaja për i daj tim, për shembull, nga ana nanës, që ishte i partipi, unë se dija, unë se njifën, ishte i vogël fare, po i me ti bulime zbulova që ishte kjo i trauma atit, për shembull. Që unë e kisha mëna për mëna. Unë isha pastruar në shumë për keq spomit, tash unë ç'është kjo tash, po kjo s'është i tim, ç'është më vjen kjo unë për e kuptova që ka bëj me këtë. Edhe e lirova direkt tani, e kupton? E lirova atë tani. Edhe ai thot faleminderit, atje ku është. S'desin këto gjëra, ta kupton? Mos ka bëj, ka lloj traumash, prandaj është vështirë, është një i bësh confused, ç'u bë, ç'u bë. Jo, kjo s'po më bën mirë, jo kjo po më bën keq. Anë të amon qetësi në ajer, i cokoja disa vite, atëherë se nuk ikën bota, vetëm ti bëhesh më mirë. Edhe herë se merru me njerëz, tani baj biseda, baj me trauma, po vetëm si mos i lën njerëzit tu ndihmoj se të kesh mundësi, po shif punën tënde, herë të parë. Edhe i shef të traumat, i largon tani i kupton. Vin vetë, ku je i qetë, i kupton mirë. Pa ka shumë punë, pa ne po them kisha i rrugë dy punë, nga këto traumat me i shpërla. Ka lloj traumash. Edhe e falmja është njëta mënyrë që është kështu 100% që di unë. Pa është e vështirë, se kemi natë shumë, na e kam bak shumë, e kam bak shumë. Na e kam bak me vete, kanë ditë që kam bak keq, po prapë e kam bak. Për me, ti shifi që është bota, jo vetëm Shqipëri, po gjithë botën. Ti shifi meshkujt me, kanë gruaja, kanë fëmijë, kanë goca, shkojnë me du gra tjera për shembull, a kupton? Flasin sikur gjë normalisht. A kupton? Ne jemi bakshu. Por dhunum keq fare. Nga gjendja, nga gjaku, nga menja, nga DNA-ja, nga gjitha. Ne mendojmë se janë gjëra normale këto. Me fol shumë e bashu, a kupton? Kështu edhe me këtë gjëra ti me, para ta mund vjen funja ke vetja jote. A kupton? Gjithmonë aty fillon. Të tjerët i me, se është buri, se është gruaja, se është vllai, ato janë gjendëtar vet. Ato kanë atë pasionin e gjërat e veta me mësu, ku i bëjnë të qija të njerëz të tjerë. Që i rafni, bajnë, i lëndojnë, si mashtrojnë, se ne gjithë kemi bërë këto paka shumë, po. Njani e ba më mandaja, tjetër e ba më të gjatë, ka lloj mënyrash, po. Këto janë ba gjëra normale me, kupton? Që kështu me, ku e kupton ti kush je, ato e kanë lëndu, ato i kanë lëndu që i bajnë të gjërat, kanë lëndu tjerë, gjyshi, shoqënia, përpara. Ato të bajnë ty, ma që sa din, prapë bjen ke njëti muhabet. Kështu me, duhet i falësh, vetëm tatë, sidomos. Edhe ato i fal pak me kohën, po s'patë mundësi me njerë, po. Po edhe ku i fal do ta nish, jo vetëm, po edhe te falësh pas dite. Ja falë vëlla, po është vështirë, se të ka bak kështu, ke ndjenja, vinë ato menja, ç'është ta ka ba, ç'është ta ka ba, ç'është fiksoj, ç'është ta bani, e kupton? Ç'është ka dalë ty me jeta nga arsyeja atit ose asaj. Që kështu, kur e liron vetë me kohën këtë, falja vetës, ka që ishte, ka i din të robi, me mësoj me nga kjo edhe hecë për para, a kupton? Me për tjetër, se e ti Zotit, i shkon vetë, nuk merti as burr, as një mendorë, ku shkon? As një, shkon tek pur.
e ka ardhur tek pull. Edhe është i sinjal, po ta shohësh çka tek pull e jeti. Nuk a kupton, po këto duhet ndal, duhet çliru këto gjërat. E di që është vështirë, nuk pëlqohet në botë. Është i nati ajo, sa i nat kisha edhe unë. Po dalin vetëm me kohën, po e din çfarë bëjnë, a kupton? Mu e të mbrishjet, vazhdoni, vjen natë në herë, a kupton, shaj, baj. E të më vezëm, po qysh unë që kam zhvillu ka vite, unë prapë banë se budalla mikën truni, a kupton, s'po banë fare si kjo Jezusi. A kupton, po ma bajtë të tunalt në, po ti qa Jezusi zisha që që shërtojnë këtë ju. A Jezusi është si puna jote paka shumë. Që ka qenë këtu, ka vujt, ka lanë lesht, e kanë shajt, e kanë raf, e kanë ba, qësë se kanë ba, edhe këto këtu të kanë rejt, ku shek, ku se nga gjithë anët. Kemi dhe të mje, po prasë këto qia që lufta që janë gjëra normale, që banë, që vritet, ato njëzë janë qërum keq fare. Që shuj me, vjen prapë këtë ty ajo. Pastroj vetën se ka shumë frekvenca të këqija që vinë rreth të qark. Edhe menja me përsërit, trama, ato shlirohen. Ka lloj tramash, lloj gjërash. Bravo, na ke çliruar shpirtin me këto që na ke shpjeguar. Me duket sikur me ke afruar shumë me një universin lart. Ka filluar dhe trupi im të besoje që jam Aladini. Jam shumë i lumtur dhe falendëruese nga Zoti. Po, pa qefi. Po kështu janë ato, ka të baj shumë energji, a kupton, kur ndiqojnë një gjë me energji të mirë, ti e me energji të mirë dhe e ke energjinë e mirë, a kupton, sikur takohen ato sferat me njëra tjetrën edhe kuptohen të gjërat edhe lirohen dal nga dal edhe ndriçon secili ashtu që duhet, sa të ketë mundësi. Bëhet qefi, ku je në gjendje ti përgjë shumë gjëra më të bukura, po do të jetë me i far filani që i kupton të gjërat, a kupton? Edhe ku i bajnë këto muhabete për shembull, ju mund të shkoni dhe të tregoni njerëzit që shumë bëhet, pa ato janë të lodhëm, ato ku kanë, a kupton, shumica nuk i kuptojnë të gjërat. Po, ju ndihmoni sa doni, bani sa doni, po. Po të faleminderit, unë e kuptoj shumë mirë, po për arsye të tjera për shembull. Trupi beson, merresh me tjerë, kështu bëhet se ke qetë tregor se i do, se nga që i dashur, nga shpirti. Kështu aty mund të vendoheni në jetë, se s'kuptojnë tjerë, unë kam ndodhur shpesh herë. Po kështu rri vetëm ose rri me këto energjijat e mira, se ashtu shkon dhe më nalt edhe më mirë, edhe më shpejt, e kupton? Se shpirti tregon vetë. Kur vendos që të kthehesh në trup, sa kohë rri jashtë, sa dush ti, në fillim nuk rri shumë, sidomos shumica. Shumica ka shumë shpejt në fillim, që vetëm ato vetëm tregojnë se vaj ku je, ato pam t'japin atë që duhet ty për momentin. Ne mendojmë se do vdesim nesër, do më gjitha sot. Këto gjënat e mia ban dal nga dal, a kupton? Me këto, nuk vin këto shpesh, a kupton fillim. Vin për shembull janë muj, janë 2 javë, unë ndiqja për ditë, për prap. Ku të saktohesh mu, ku mbahesh mu, tani banë dhe më mirë, ta kupton? Se edhe po t'japin e jenë më shumë dhe to, nuk i mandot trupi jot. S'munesh keq fare, e kupton, këto e dini. Dhe me mund s'munin ty dhe i fare arsye, sa e manë ti, pa një të shljon shumë gjëra. Se kalon e s'mun janë do lirohesh, si kur i hoqja 5 kilo, a kupton, nga ajo energjia keqe, se nga ajo trauma, se nga ajo tjetra, se nga energjia stërgjyshit, tjetrës, ka lloj. Po pra, që kështu me nuk rritot shumë jashtë nga trupi. Fillim, ka që ke shumë gjëra, se ato t'i pastroni me, është tip kështu aja, se tip kështu e vlla, tip i shkollë e re, po s'pa të pa përpara, a kupton? Ku të mash pak dorin, me. Kikesh përpare, po që ti si këtë tjetë, për shumë një arsye ku je zgju para 15 vjetëve, 10 vjetëve, edhe e ke lani, ke arru ose e friksu, edhe vjen prap mrapsh, atë e kete pak ma kollaj, e këpëton, se... Po nesë, rri sa dush kur e merë dorën ani. Fillim është pak shu, se s'di që banë. Varet, për shumica pak shu e ka, se kanë dhe frikë, edhe këto e me ndihmojnë sa t'ke mundësi.
Përshëndetje, i nderuar, ju lutem, a mund të më ndihmoni të kuptoj nëse është mundur të shërohem nga depresioni? Faleminderit. Po pra. Depresioni. Nuk ka ajo depresion. Ajo depresioni është një fjalë angleze, do të thonë deep rest. You're depressed. Depression. Ti e qetë në atë kohë normalisht, po varet që shef ti jetë, po se kuptove ti që si jeti Zoti, i me ndodhin gjithë të gjanat që i beson tjerëve, kupton? Po imagjinohet ti e shpirti ti pa vdekshme, fut ky trupi, ke menduar me se ky trupi do vdesi më dhe lëndohesh dhe ti jetë kanë shajt, kanë baj, më harron fare që e shpirti, mendon se është ky trupi dhe edhe bashkë me depresionin, me lloje smunësh, me lloje gjënash. Është një gjë normale kjo, po ti me shive, kur i unë këshu i me gjëshëroshti, ky me inteligjenti këtu i di qa ban, di qa s'ban, ato gjanat me të përmene gjanë, as du të di, po është inteligjente, vëlla, e ban punë e vetë ashtu që duhet, ti heq me depresione, me gjitha, ka muzikë në bukur të una, e kam dhe qenin tim fantastik të una, a kupton, s'ka punë për depresion këtu, vëlla, për depresionin, ai që ka qenë tamaj, për shemë, se e merre si eksperiencë, dhe përsohet nga këto gjërat, na je ku dalin, e kupton? Unë ta them, s'ka nevojë për depresion pa gjë. Është shkurt fare kjo. Naqe veten, do ikin gjithë depresionet. Trish me veten tatë nuk është jetim, është gjë më fantastike në botë. Ku e zbulon të atë kupton veten. Aty je më i mirë, më i mençur. Me të gjitha që ke përmena, nuk ke nga tjetri. Zbuluar aty herë atë mund të punosh edhe me të tjerë. Që janë të njëjtën gjendje pak a shumë, që ban gjëra tamam fare po desh. Po fillim, gjithmonë më na përmena, ani të rresh gjërat, njerëzit e mirë, gjërat e gjëra, si thot ti. Po, prap, kam kështu, kam shumë ashtu. Ajo, kështu në kam bakton e viktima. Pra ne kemi vujt në themi vetë shumë, sa shumë plasin gjithë njerëzit. Edhe fjalët kanë bajt shumë, këto i ndinë që këtë fjalët kanë shumë kode. Fjalët anglezët janë degeneruar me gjitha po thoj. Shumë isa tyrve. Kanë lloj gjërash. A kupton? Unë mora vesh diçka për shembull, po them unë si për shembull ditën e mirë. Dhe me thanë që ti se ke ditë mirë, aja se ti të mallkimi. A kupton? Po ku i thuj tjeti vazhdo që gjithashtu një ditë mirë, dhe me thanë që ajo është mirë me, du bëhet më mirë, a kupton? Ajo është si që ka bëj fjallë, a kupton? Nuk ka dhe shumë fjallë tjera që janë, po është dhe ajo është një farë, do shumë kohë me zbulu, me kuptu, si ti këshu edhe, si të astrologikët. Dhe me është dhe ma teme, edhe me është dhe me këte, edhe me këte, edhe me këte, edhe me këte, po i me... A kupton? Ku kupto pak a shumë ani, që ka të baj, se kjo kozbulon vetë diska qinë të depresioni, kundalini, gjithë të gjana që, të sjaron e vetë. Po s'ka depresion, është një gja që kam thanë të këtu, që ti rësh vetëm, ti e jetim. O burguzi, jetën timu, ma kenzi, aman. Shivi me kjo, këndon të shumë bukur, po burguzi, jeta ja kanë zi. Me të dojë burguzi, është i vërteta ime ku vi nga vojit e zeza, që unë po tako me ty, o zot, që ta shok dritë në partë, jam këtu i me kam kohë që tako me ty. Faleminderit. E shërti që është del ndryshe komplet ajo eksperiencia nga jetimi. Nga jetimi me është përqef, jetimi është ba, kuptimi me nga jetimi. Jo, jetimi jam këtu unë gjinaf, bëqaj, të tjetë për ndim vetën vetim, lotës nga që janë dhe këto dëshpërum, se këshu është një gjë normale. A këtanë, të qasë bajnë nervojt, kam ba dhe kangët e bukra. A këtanë, që haro falju, bashkë direkt viktim duke gju kangë, qanë aty përve se bashkë viktim. S'ke nevoj të jetë vlatë bashkë asë gjatë, të jetë tamam. Pa i shëron njerëzit, të lutem, me këthe një përgjigje, sepse kam shumë për nevoje. Po i shëroje, po edhe kjo është i pyetje që... A vërdon, njerëzit shërojnë dhe vetëm, baj që s'mu një ka. Në për ta shëroj ty me, unë e kam thamë, nesër pas nesër ti prapë, ose mujnë tjetër. Dhe marrë në një parë s'mu një barabartë, po së ndryshove vetëm, po s'kuptove pak a shumë që po plasën kush jeti.
Nuk ka kështu, këto janë gjëra që i bajnë këto, doktorët ato që të japin aspirinën që të mashtrojnë, që mendon ti se gjë normale. Po, mund të shërosh, varet kush do robi, e kupton? Ka qef robi çorohet, as ka qef, po robi van dhe vetani, se s'ka nevojë të vi tjetër që dera ta shore për herë. A kupton? Këto janë gjërat që po i flasun këtu. Merja dorën dal nga dal, ndryshon qelizat. Ndryshon gjitha gjërat, ndryshon shpreha, ndryshon ftyra, ndryshon ngjyra, ndryshon komplet gjana. Pasi gjafare, rahat, ajër të pas, frekuencën e detit, frekuencën e insekteve. Ato bëjnë ato. Unë zita di fare, unë rahat për qef, ato punojnë vetë qelizat. Po kënaqësi mua, hajde të kënaqë shpirtin ty. Fillojnë ato të kënaqin me përmendën. Dalin mikrobet, gjanat, stresi, depresionat, se nuk kanë bajnë këto me të kënaqshme. Ta mash kënaqin sa më mirë, nuk vima këto e shofte që ti po i me po ban diçka pas zbulon, ti të i ngëtier ti me. Nuk vima këty, a kupton? Po ku jeti smundmi këto, jo vin këto për të marrin dhe komshit, dhe koshurit, dhe dajet, dhe çunat të hallës, vin gjithë aty. A kupton, na marrin njerëz thjesht që si njohin më. A kupton? Edhe ani në keq fare do ndim ndaj tjetrit, kapin në njëri që dora. Kështu e shëron veten. Nuk po tall me të gjërat në herë, se po ta kuptosh mirë që ka lloj arsye që mund ta shohësh po e shëron dhe veten, a kupton? Varet çfarë smundje. Po gjithë i bajnë këto në pëdesh. Po bane për vetën tata gjëra me kampionë në botë. Sa një ti mund të moshë të tjerë, jo të vinë të tjerë gjithmonë të. Po t'jap veglat me këtu. E se janë kështu vegla që kushtojnë 100 milion lekë. A kupton? Dua të dalë nga trupi, po jo të vdes. Po pra, nuk vdesin në botë. Ti po vdiqe me, je i vetëdijshëm, je kap me atë që jeti Zoti vet, je në dashuri të pafundshme. Edhe vendos vetani, do vish apo s'do vish, a kupton ke trupi. Po ti ke aty shoqe, shpirta, janë kështu ato, mençurit, jekëm. A kupton ti kupton shumë mirë gjërat e vet. Kështu del nga trupi pa vdes fare, nuk vdes asnjë trup. Ku s'kam gjuhë ndonjëherë që vdes, por vdiqje është njeriu pa la trupin që ka praktikuar gjë ato vite, që vidi i falgjendje, që të kapën botën tjetër. Që bante ajo për shembull ke një video tjetër e Lotus Angel, ajo pozicioni këtyve kishin gjatë ato vitet në male kishin metuar ashtu, edhe se Nina që është ajo vërteta, s'ka gjëra të tjera. Ose tonë ato me e ban në lojën tate, e marrove. Me ban diçka tjetër, kupton se shkon në shtëpi ose po di unë sqarosh aty çfarë do ti çfarë do ti. Që shumë vdes në botë. Vetëm jam frika nga këto. Duket sikur vdes, por nuk vdes. Ti e rujt në gjithë anët Allah. Edhe na herë mund duket si po vdes me vërtet, por nuk vdes. Nuk ka ndodhur mua ajo. Po unë fiksohesh, se ashtu është shpifja menjes. Ashtu më dukesh. Po nuk vdes. Ta futësh gjendjen edhe ma kollaj, ma mirë, ta karikosh, do ma shumë punë. Po e ke jetën ma të mirë, edhe ma bukur, edhe ma të shishme, kupton? Edhe del kollaj ma kollaj nga trupi. Si ndim shpesh e këto dekme të këto sensacionet që po vdes. Po s'ka të baj fare, nuk vdes, futu me parë çdo gjaje, futu me kokë fare, po s'pat mundësi tjetër. Nuk vdes, do çosh gjithmonë krevat. Aty po vdes me të ish Ukrainë aty. Ulesh ka ajo linja para aty bash bam me Kalashnikov, aty po mund vdesh. Ose të marrësh aspirinat e kancerit që t'japin këto, aty po mund vdesh. Ose a kupton, të gjanat, që tu nuk vdes, tu mund tremesh kaq fare, por nuk vdes. Të tremi tjerë, mund të futi ka gogola, a kupton, të gjanat e kota. Kështu hiqni të gjanat, është vështirë, po se trupi thot ndryshe ku jeni gjendje. Po i di çfarë vendos, se kam pas ndonjëherë kështu, se kam mirë ndonjëherë kështu. Po ja merr dorë. Po më fal, se shumë thjesht është kjo që po thoshte për Dr. Fauci këtu. Po më fal shumë thjesht, nuk ka për fare këtu, unë vetëm ju shpjegova pak edhe kështu për të tjerë, ta kupton se ka edhe të tjerë që i shohin, unë i lexoj ke energjia që janë kap feq fare këto i beson këto gjërat shumë, a kupton? Në është gjë normale, se ku ato që dia të bën. Ai s'ka parë në koronë,
që pe kapin me, ai ka ba që medikamente ka baj, sa njerëz ka fut në burg ai, sa njerëz që ka hequr nga puna dhe ka prish jetën ai, se kanë kap njerëz që patën me dallaver këy, që punoshin për këtë, që ishin pak nga ato piramidës poshtë. I shifshin dallaver e këtij dhe shokut e këtij këto. Edhe këtë me çaj ban, i bajnë gjykata, i mbyllin, lajmet i kontrollojnë këto social mediat, nuk dalin këto nëpër social media të gjëra të njerëzit. Ky i thot aty, i kap satelitat me, këto gjërat të mbyllin me, i bajmë di gjak sajtën, ta heqin nga puna atë, ja po i shmjetën sajtën se s'po pushoka kjo. Edhe ca tremen, a kupton? Edhe s'bajnë gjak. I rrinë atë me atë inatin që më po kanë frikë se i vrasin, se i bajnë. Se kështu kanë bërë këto. A kupton? Big Pharma, miliarderat, ziliarderat, shpunin që s'ka emra, sa lek bajnë këto. Që i majnë një mëshëringa edhe me këtë gjërat. Po i keni shku shkollë për këtë, është vështirë me lanë, në kuptoj shumë mirë. Që nuk është për falje, është ashtu ke menduj mendoj se tu kanë ndryshuar pak ajo mendja. Ai nuk ban vetëm me këtë shringa është ajo. Është ajo, kajmaku, kiqumshi. I mendoj shoqë që ka pak kiqumshi ai. Aty ka të baja ajo. Çfarë kokrash lejon, Ka shumë njerëz aty. Se ka pas ndorë me kohë. Që kështu unë ndonjëherë nuk toleroj se i kanë këtu, keq fare, se kanë bërë shumë keq edhe njerëzit. Prandaj është kjo vështirë kjo loja ndonjëherë. Se këto i menda ka mashtruar keq sa ne luftojmë njëri tjetrin. Ja, është kështu, është ashtu, këto qeshin tallin bëllën, shiu çka kemi bërë këtyre ne. Ky më përvon të këtyre të tregoj çka kemi bërë këtyre, se këto i më po na mbrojnë ne se janë bllokuar keq fare nga truni. A e kupton? Është spektakolare, jo spektakël, spektakolare. Çaba, kjo është një pjesë e vogël, sa pjesë ka? Të shmenin e fare. Po s'keni që të dini ju se vjen goli. Po do t'i kuptosh mime që t'ketë bashtu, e çfarë po zbulon ti, e çfarë bajnë to që ta bllokojnë ty të që po t'ja tregojnë ju. Të bajnë çmos. Edhe ju prapë mbroni këto, po a kështu thot menja. Nuk kanë bërë vetë gjanat. E bana e ke Matrixi, niu thot. Këto njerëzit to janë gati thot me dal nga kabulli. A kupton? Këto e me po t'i bësh punojnë për Matrixin. Se ashtu janë programu. E ndihmojnë sistemin. Me dashje pa dashje, pap, ashtu i për gjithë petlla, sa ashtu është mësu. Po na kam mësu kështu në shkolla me të mirë, me gjithë vite. Të ngjanat janë bërë me lezet. I badit ka një gjak ke qumshi, ka një maku ke jot, ke qeliza jote ku ta dush ti. Ka hy ajo programi, që ta kam bërë këto. Ne kemi bërë shkollë to, e kemi dhënë vëmendje, orë, minuta, kemi studiuar ato librat. Kemi provuar të bëjmë sa më mirë se tjetrin, me këto DNA-të, me këto gjanat. Kurse do rritë të tallë bëthën. Jimi këto të milingona, këto kalecat. Po do bëjmë si bidum këtë. E tallën dhe bëthën, jo i masë, po 2 maska. Shefeti, e 3 thoshte. Po diun, sa më mirë. Mendojnë se jemi në po diun çfarë jemi ne, çfarë mendojnë to? Kafsh fare. S'maj mene, nuk i dim në sa va 1+1. A kupton? Po ne prap, se thojnë autoriteti. Këto scientistat, to janë najer fare, valla kanë qenë najer me kanë dalë shumë të mirë, por kanë qenë najer fare, këto i me bajnë që të tjerët. Këto se i kanë rrejtë gjitha gjanat që fillin këto, nuk i lejnë të tolerojnë. E sikur gjeli diçka i me do të futën to policët të tjerë, scientistat, thotë, ja, s'është drejt, është ashtu që është shkolla. Kështu ti zbulon diçka të mirë me. Edhe ai nel. Ose ku ban ai sulmim që tregon vërtetë se ka shpjeguar vetë, ka jetuar vetë gjithë ato herë. Ka dhe tjerë, ja, kështu ishte shkolla. Se shkolla ka jetë lek, ka shumë fuqi, Vatikan, Freemason, rokat e këto tjerët. Ajo Mirimanga, rrjeta Mirimangës, është lidhur mirë me njëri tjetrin. I kanë ndodhur gjitha gjanat, i bajnë me lezet to. Ka shkallë, ti je këtu poshtë, o shok, e ti mbron këtu nal. Pranaj në herë mi ikën petlla, që ti shmenet të tjetë pak, çoni nga gjumi, o shpirt, se të hajnë gjallë to. Pranaj e një viktima depresionën e. Se ne kanë bak to. Se kemi original ashtu qelizën dhe nane, e kemi e gjyshemi ne apo jo. Na kanë frikë ne. Ne jemi të mirë, ne jemi dashur, por ne jemi budallëj. Ne të hajmë gjallë, gjithë na kanë frikë. E di çfarë shpirti ka të bak të mëna për mrena. Nesër. Po ato e di, ku s'dim në është gjatë tjetër ajo. Po e dim në gjyshikin këto apo jo.
Kam parë një ëndër sikur udhëtoja me autobus dhe kur zbrita, shoferi më tha, merr këtë numër telefoni 2134. Në atë kohë u zgjova një herë dhe e fiksova numrin, pasi unë nuk i mbaj mend ëndrat fare. Sipas jush, cili është mesazhi i kësaj ëndre? Ka 100 miliarda ëndresh. Ti me kjo po duket pak si vivite kjo ëndra. Pa ma kemen shumë, e ka të baj. Po pra, po kjo është ajo veniot australiot, ma të shkëdim me po kuptojmë një fare se ka lloje ëndrash. Po me ky numri 2-1-3-4 mund të jetë një numër i rëndësishëm, ti majo ty se dihet ç'a ndodh kohë në ardhshme. Ti rri qet, rri me këtë, baj pyetje ndonjëherë, si puna ime me për shembull, ti çam të ëndrën. Do gjoj muzikë mirë, do çoj më thash, ha, do pak më shumë këtë ëndra, a kupton? Ço më thonë që 2-3-4 ky autobusi më doli kështu mu. Shifi para menje, me këtë shofi me që menon ti që do ti. Me ku ti është gati, kismet mas 3 ditësh, ose po që po të mas 2-3 ditësh ta pa qepin, ose mas javë, rri prap një gjendje si puna kësajt. Pa ditë fare ti, duke më marrë gjatë jetë, pap, vjen kjo ideja, kështu për te. Edhe kuptona që të më thanë. Shumë dalim mu shpesh. A kupton? O të rishi qeti, kuptosh të gjëra. O kjo, po që pak vivide, mu të qosh menjen, që të më thanë, du të di, a kupton, mje pak ma shumë sqarim. Edhe rri qetë vjen më mirë, kupton më mirë, është ajo, kur rri qetë, komunikon me Zotin. Ti dhe me Zotin, komunikon me ato turë, me energjinë tatë, me gjanë që janë aty nalë, që i merr ti. Po këtu gjithë gjanë janë Zotit. Tjetra pyetje. Përshëndetje, unë ndjek në çdo dalje dhe të falenderoj shumë, falenderoj. Një pyetje, a është ngrënia e mishit ushqim i dhunshëm për trupin tonë? Dhe me që keni arritur të dilni nga trupi fizik, sa jetë keni pasur këtu në kotë, në tokë? Mishi. Është i dhunshëm. Po me mishi që është mishi, mishi është dritë. Në hajmë dritë, për në ashtu është shef nacional, për tu duke si mishe. Ajo mishi është si, është ajo e dyta, frutë që para, me pa thamë të këto mishi është i dhunshëm, a i të batë dhe i dhunshëm shumë ty. Ajo pëtanë. Ti e shpirt e vlla, kjo është lojë, ajo është kafshë, edhe ajo është shpirt, ajo vjen këtu e vetë hatë gjallë, shkurt fare. Të do të jetoj unë ti, që jemi në ato lordët, zotët. Zotë ulmisht luftojnë me ato shejtanët. A, këtane, të kështu ti, shkurt. Ajo është mishi, për lene që atojnë të me, të t'japin të s'japin me mish, të t'japin mish me fëmijë, ka hamburgerat. Kanë shumë mish njerëz që i vrasin të satanikët, tane, e t'i fusin ke ushqimi. Që t'japin dy si hamburger. Gjithë ne kemi hang, që kemi hanga burgera, Burger King, McDonald's, gjithë ne kemi hang to njani tjetri. To zut hashtit mish, se di që bësh i forti. Prandaj ai Bill Gates me pa ban mish kështu. Jo mish original, po kështu mish që dun këto, që të futet mrena për mrena aty, është që do ti, që ke pas qef ti që i mbron këto. Jo se ba me dashje, po ju the. A kupton se vjen mua ajo pak, shive që të bajnë këto. I shef të gjana, po kupton, të zutët hashin mish. Mish është i dhunshëm, gjatë të spiritualitetet, që ba. Ato i kanë kontrolluar komplet spiritualitetet, se shpallë që po çon njerëzit tu, hajde me ti fusim një kështu një re të bukur tu, ne ta ndryshojmë pak atë stilin. Që e villojnë ato koltat, ju më diqni mua jam më mirë se ty. Unë ngri atë kamët shunal si lepa brena. A kupton, unë jam më mirë se ty, unë jam di më shumë se ty. Gjithë të prallat vijnë nga këtu, edhe këto mishnat e të gjana që thoni ju, të ka bajt gjithë me të gjanat, i shive të njerëz djerë, a këton? Për ne se duken se bukra se bajnë kështu, se bajnë kështu, janë gjanat kota, nuk kapen këto, pa ne s'hapen këto, nuk e kuptojnë të zbulojnë të vetën, i kanë ba me 50 vite, 30 vite, si janë ma shtuke këto tjerët. Këto janë shumë nga të gjërat që spirituale që janë sot, janë fake, këto i kanë kap, të i diti me që këto po zbuloheshin, i blokojnë. Edhe këto hipit, u hapën pak që në kone të vlitë, sa ne, u banë shumë hipi. Edhe këto që në zbulun, për to i mashtruni me ja futën ndryshë dhe i duken si budalejani. A këptan? Ka këto u sqaruan, po u blokun dhe këto ani. Ja futën kështu me party.
se i mashtruan të tunal. A kupton? Të që s'kam ba, s'dun të tashtimisht. Që gjithë të pislugje të pastrohen, ne jemi bakshune në hajmë njani tjetër. Mendojmë nëse hajmë hamburgerën, hanë hamburger ti. Po e nese, to ta thënë ke televizori, ta thot presidenti. Unë kam hangë të mi, ha? Ta thot dhe kështu si seminat. Do të tunal të që s'kan hangë, të që s'kan ba. Ikish tunal ti do të bash disa gjëra, a këptan. Do të putësh sa bëth, për ndryshe nuk bashti ai për nese. Ka lollë mënyra, ashtu s'du mishin. S'du bashti, a kupton, flasin keq për mishin. Është kështu, është kafsh, këto e bën që s'mos. Ne po shohim që edhe mishi i çmimit ka përtik shumë lart me kohën. Dhe me bën çmos i heqin këto, çfarë quhet, këto fshatarët, jo nga Shqipëria, po nga Europa, nga bota. I përshëm nga Hollanda. Si përdhohen gjithë të gjana, do t'i marrin gjithë gjana në dorë, t'japin ushqimin e këtyreve, që t'bajt ty si femër, po që e mashkull. Femrat i ka ba kundra mashkull. A kupton, a ba keq fare, po që kam ba këto. Po ban meshkujt femra. Po presin ata, që s'ba të rëbot, aman të lutëm. A kuptoni, unë zi që që them se ka shumë gjëra të qia që kam ba këto, shumë pisluqe. Të janë në televizor janë shumë vërteta, nuk janë të ma konspirasi si ke Covid-e, konspirasi diqën doktora, thoshtë, ja! Gjoj që shtot Dr. Fauci, që di që shumë mrejna për mrejna, edhe shumë njërë që fishin drejt i futën burg, të qas bashin të pisluqit. Këto nga gjitha anat, po them është e kundër ta, ju s'besoni mu. Unë dhe i shof edhe atje dhe këtu. Po nese. Kjo që e për mishi, ka dhe ma shumë flasën për mishi, në dhimje këshu, ban këshu, të pengon këshu. Unë po shof gjana para se më pa, duke angë mishi, po më thëmë më mishi ban keq. Unë po e një vetën fantastik, ti po thëmë më mishi ban keq. A këpëtan, unë po kapëm botën tjetër, që ju se një arrit akoma, ju spirituale, edhe ju më thoni mu këshu. Se unë kam badhë si ju, haja unë zarzavate, që këto. Pa zarzavate janë mira, po si kanë ato gjërat originale, i kam baktojme, nuk janë ma ato zarzavate që shduhen të gjanë, kam pa shumë ashtrimi me. Me ka njës mencu që po hapin, po bajnë me, po bajnë ato zarzavate gjanë të veta, ato po mund t'jash, që i kanë ato nourishment, ato oksidantët që duhet në për të gjanat. Të që hajmë në sot që janë vërteta, o shoku, sidomos Shqipëri mund tjetë ma mirë, dhe për ne, e këto shtetet tjera keq fare. Nuk ka aty të shkosh ti shohë ato ke supermarkete, ato duken buka ato mollë mëdhaja, ato janë bashkë ato me botoksa, janë fry, si këto plastiket e qirurgjisë, këto Hollywood, që pan dyshim ba. Ka pinë gjak të fëmijëve. I shipi me Hillary Clinton para ca vitesh, ishte dukush ajo kështu, i më shipi me se ka ndaru gjakun njeriu. Basi plaki me. Çu ndryshoja kështu. Me ças bank këto ritualet, e kupton? Ja, valla gjendje, s'kam nevojë farën për këto. Hajt ty fëmijën, ta përcëlloj fëmijën, ta friksoj, ta vras, ta therret, ja haj gjana të mëna edhe ti shes ato plerat ke këtyve tjeve, t'ja fus hamburgerat. Ti bade këto kështu, ç'a quhet kjo? Kanibalizm. Han janë tjetër. Të zigja fare, po t'i bëjmë ne kanibal të me zër. Të mendoj se janë të mençur të, edhe të na mbrojnë kundra familjarëve të vetë. Edhe to s'kan faja shumë programu, po. Me gjë bashti. Edhe po thë këtu. Dhe që ke arritur dhe me që keni arritur të dilni nga trupi fizik, sa jetë keni pasur këtu në tokë? Unë kam varet, unë kam pas shumë. Unë kam pas mbi 1000 jetë. Trahtoj pak atëti për të. Ka njerëz që kanë qenë 500 jetë, 600 jetë, 300 jetë. Shumica është 300, 400, 500. Pas ka bëj fare me, ka loja punit, e këton, të që dijon e zbrëngjiti me. Po ka dhe njerëz që kanë jetu dhe më shumë. Ka njerëz që kanë jetu që dhe i në fillim. A këton, ka lëllë gjëra. Kështu vajt, për shetë, për që ke artë. Kemi ne shumë vite në kam bloku këto në. E kam pas ndorë shumë këto në. Pa ne i me që jemi në. Pa ne vim direkt i shumë. Ka familja që është e programuar në këto.
Prandaj është kjo gjëra më e vullnet në botë që po shpëtohemi, po dalin gjërat, ne pa duket pak besueshme, po është e çuditshme, a kupton? Mendon ndonjëherë, shqyri po zonë me se zgjohet as fare. Unë si di ato gjërat, a kupton? Po ti kisha sajt mrapa për mrapa, se shkojmë banë sa disa jetë. Jemi zgjuar shumë herë në ndihmojnë tonë, po bllokohemi vetëm tonë nga që janë gjëra të vështira. Ato na kanë pas në dorë ani rilindje. Ose më thanë gjafare, imi jetë, ose 10.000 jetë, ti e pafundshëm. Po, i bin pak keq ku të kap jetë në dorë, ka thonë. Ti s'di, kene i tujtë sot kohë. Panaj vujnë se du t'i ikim shpi, po kemi arru shpi fare, me nëmë se jemi këtë trupi tu nga që kemi jetë shumë tu. Panaj kemi frikne. Po thua se këtu i mesazh tjetër. Jemi të pakët që ne që e besojme, sa për atë doktorin, mos t'ja shkruajemi. E kam para që në vitin 2020, klonin e tij e shikojnë edhe të gjitha të shquarit janë në klona ose aktore me maska, po, i di këtë gjana. Është i pyetje tjetër me. Përshëndetje nderuar, si duhet të sillemi me njerëzit që nuk e respektojnë mirësjelljen dhe respektin që u tregojnë, që u tregojmë. Qoftë në jetë e përditshme apo në vendin e punës. Si duhet të përballojmë intrigat, padrejtësie dhe sjelljet e tyre negative, pa humbur qetësinë dhe dinjitetin tonë. Në këtë rast, a duhet të heshtim, të largohemi apo të përballemi me ta? Dhe si mund ta dimë se cila është zgjedhja e duhur? Po, ti që ke një gjendje të naltë, që i kuptove të gjërat, që i bën të pyetjet. I me gjëra më mirë është t'i largohesh. Kështu shkurt fare ku je në gjendje. Po ti i kuptosh nga vinë ato, të kam thënë, ti i kupton ato nga vinë, kupton? Ato se kanë për ato aq dinë aq bajnë, ato vjedhin energji, se ja kanë vjedh energjinë, ai që është më trim, ai që është më shef. Pa kështu që ta mund ti, ai thithë. Po ti se vjen re, sa ti je shumë mësu, ti je thithë të tjetër. E më ku je qut, ku i bën të pyetjet, ti më thanë kupto ke shumë. A kupton? Çu ta them unë më ato i me të rëgojnë vetë në vetë, ku janë gjendje, i me që të të ti mund të rish sa më mirë sa të kesh mundësi, vaj që fa gjendje e, po që jemi në e punë, ku je vështirë, i me, zi që të temë. Besa të kesh mundësi, largoj këtyve njerëzit, mos ja ven, po thotë, po së më fole, po së më banë, se s'po më bakë shumë. Ato vetëm flasin nga truni, kështu kanë që njerëzit flasin shumë. Folë sa më pak, mos folë fare. Qeshin ajerë, po maj kështu, me distancë. Sa të bashkëqepin, se s'marin vesh. Është vështirë, s'di që them, rri sa ma mirë. Bëj sa ma mirë ku jetë, se do të hapen në rrugë, diqysh. Unë kështu më kam ba. E kam gjullu për tjerë që i banë kështu. Intrigat, pa to të vinë pra, se e dinë ato, se janë njerëz se jonë, kemi banum ato, punojmë ato, e dinë ato që puton atë shtypin, a kupton? Kjesë banë që shdo jo, e po mirë, e dinë që pushton një të shtypit, verdhin, të shirin, kuqin, apo të blujnë, apo të zinë, apo të bardhin. E dinë për të shtyp të, divin natë i kësajt. Të marrë atë fëshimi e sajti me, do të zetë kjo. Ti pa ditit del nga jo, energjia jote, ti ta thiti ty. Si kam mësu të tjerë, kështu na thiti të ne, par naj këto i futën mrejna për tit, pita banë të i këshu atë, edhe kërë një këve të mirë, se një në ato mirë, këpëtën, e ndine e ku banë, e shanë tjetër, një përtet, a i banë që shtu ti. Edhe përtet dhe ma shumë, se për ja thiti energji, për se di që është një gjeti që për thiti. Pa shumë bajnë, më bandën e vampire e me. Që kështu jam këtu, unë si thiti energji nacionale, unë thiti energji në mirë, unë energji nga tjetër. Pa naj bandën këto presidenta dhe ushtarakët, kështu bajnë, kjo është ajo fuqia që thitin energjinë, se di që kanë energjimin e përmejnë, i me të shkojnë të marrë tjetërin. Ta lëndojnë tjetërin, ta vrasin tjetërin, ta tremin tjetërin. Jam unë ma
forcë të ty, i thithin energji tjere, se di kush janë as vetë. Kanë arru ku ta marrin energjinë e marrin energjinë e tjetër. Janë të bën si vampirë, se të kalë dy. Fiksoj, një bajnë, i vjetë energji, ku i bërtet. Hej, hajtë! Hajtë treme tjetër, e njën e energjinë, e njën mirë, se e për ullë tjetër, Allah. Si ku duke vetë, a këtojnë ja vjetë energjinë tjetër, se da i është energjisë për në jote, po, ti e shumë su si kafsh, ja vjetë një tjetër, për tasin, s'kemi natë, ma bani këshu, du këshu. Në gjithë kemi të ujqë, a këpëton. Për me varet ku je, normal du të largohesh të gjëra sa të kesh mundësi, që të shqetësohesh vetën tata, se to e marrin ato prerët në vend tjetër, i bin këtu ke shtëpia jote, ke vendi jot, ose ke gruaja vet, ose ke burri vet, ose ke problemet e veta, mi shkakojnë të ke punë aty ose ke vendi tjetër. Edhe unë shoh, njerëzit flasin shumë lap. Ha, çao ba, çao ba, pa ikim në radhë, po mendoj alla mos fol fare alla, ça ik, ça ka dalë alla. Çao ban. Largoj alla, mirë, nesër, mirë, ti mirë. Pas nesër, ditën javën tjetër, mirë, faleminderit. Po ç'a mirë. Ku je mirë ti? Ti ka të mirë, sa shoh ndonjë gjë tjetër. A di programohesh me të gjanat. Është gjë shprehje. Mirë. Hajde tu baj aty. I kështu. Të cilën janë gjanat kota, o valla ta shohësh kush është shpirt. Po thithim një tjetër s'dim kush jemi. Largoj këtu me njerëz pa të mundësi, çfarë të mund, është gjë më mirë, ti e prish vetëm. Ato thithin gjallë. Po ne kemi ato tona, janë vini nati, kemi në ato sytë tona, a kupton? Kemi në punë për pa me vetën, se kam në tjerë për gabim, dhe ne i lejojmë këto që të banë të gjërat. Se kemi lu deri në arsye, se s'kemi ditë. E to na kam banë ashtu, i metoj shofin, ku ta banë një kështu. Pa kështu që shta mu. I thu ja. A i zemrohet, po, i thuaj ti po i me, thot, e mashtrohen. Randë tjetë i thot, bajnë në gjatë tjetër ma të keqe për mu kja. Ato provojnë sa manal, për çdo lloj gjaje. Sa ma shumë kur i hapësh, i zbulohesh njerëzve, sa ma shumë ato shofin ku të lëndojnë ty. Se zbulohesh ti, unë zbulohesh, ai nuk është njeriu hapur. E sikur të jetë njeriu jot, ose shefi jot, ose punëtori jot, ose shoqja jote. Ato kanë inat, kur merresh me këto gjërat, i meti do fillosh tezë pa para, ato do të vinë para poshtë, ke gjendja vet ku janë ato. A s'ka që zbulohesh ti? Qysh kjo, po i duket vetë, do të shajnë, do të bajnë. Divinati, jo se duam, pa shumë fiksuar, shumë i programu. Kur njani dali nga grupi, ti duket vetë sikur është, dhe për ulmen, dhe bajmë shaka, dhe për qeshin. Ti i ke mena për mena ke sfera ato, ti përën të ejgjë, pa të fusë në ma keq. Kështu është vështirë, nësë pëtëm që është kollaj, për manem më në gojën e jerë, shifë punën tate, fëmijët e tuj, ka që ka mua beti, leni to shefat e shokët e shoqet e kema bani kështu, ke do të fisë për mu, ka që shumë ko, unë duhet i vjeja vëmendje, jorë vla, bajë si ku të më kama, dhe i dhe i mbanjë, dhe i kështu, largoju energjisë keqe, mos falë, lap. Por lapa me njërit mirë që flet për gjatë mirë për të zhvillu për para, jo gjanat e kota përsërit, mirë. Ku kush është mirë ture? As njani s'është mirë. Mirë, faleminderit, mirë, çfarë mirë faleminderit? Ku ka mirë mare? Shife veten tatë, mos le njëri thithë, mirë, gjanat kota, fisni kota të lapa. Të futë bjertë e matan. S'di kush jas vet. S'ka më mirë, duhet vetë normalisht. Është vështirë, gjitha gjanat janë vështirë. Sjellje tyre negative. Edhe ato kanë sjellje negative dhe ti ke edhe unë kam. Me hajde përzime, gjysh të badhke, të bëjmë sikur je më mirë se tjetri. Ti duket mirë fare, pse ti dukesh më mirë se mua? Pse ti baka më mirë se mua? Unë me ashtu që jam mësuar me ç'më kanë bakë të tjetër, unë çu do bëj ty me dashje pa dashje, po ta bash ty të vi nat. Sa do kur doja unë ta ngrija vetën ato të jetëshin për ulçi mua. Si me ku ngritet tjetër unë të për ulë unë këtë tjetrin, me sa shu jam mësuar. Aq di e vlla. Jam baba shtrus, merrem me droga, merrem me kështu, merrem me ashtu. Kam vujtë vlla. Edhe ashtu sillim, ashtu di. Prandaj s'ka të baj vllai motra, vjen vetë, ikën vetë, ruaj vetën. Kur zbulon vetën i kupton më mirë të gjërat. Edhe mund të ndihmosh njerëzit, përpara se kohë është vështirë. Fol më pak, ku e ke këtë vend në maqet. Fol më pak, mos fol fare. Jo se si do. Respektoj baj, po ti mendoj që është ti ndihmosh, pa ato zuna s'ndim se janë ku janë, në gjendje. Ajo i përshtatet, ajo i shijon, aty kanë shumë kohë. Ne kemi gjithë të gjana, pa ne është vështirë. Kur janë njerëzit qut, dhe i fare arsye, nuk bëhet muhabet për çdo gjë, të flasin kot nga Robocopat. Ashtu që hapa gru, mirë, ti mirë. Po mirë. Kështu të bëjmë mirë gjithë me kohë, po për momentin nuk janë mirë fare gjana, ashtu mirë, ti mirë.
Ku mirë ti mirë. Bjeja 200 miliard lekë xhepi, atëherë baj mirë ti mirë në. Atëherë baj mirë në. Çfarë bën ti mirë. Mirë, më jarri mirë. Po, shumë mirë. Ti më thon kot fare. Që shë përbalosh, me ti përbalosh një farë syje, për që ke puna, ty që ke lidh. Ti s'ke nevojë përbalosh me ato. Po ta më trejme, më pulsojnë. Për ti me ule kokën, maj vetën, jo këshu ule kokën ka ta, po hiqu mënyrave, edhe mos rri me frikë. Rri një etapë, ti me ku ndryqon, ku do t'jesh, ku t'jetosh ti këtë jetë që përplasim ne. Ti do ndryqosh, ato të shofin që ti je gëzume, ti përpron diçka të re, ato s'kan qef, ato dhe njën sferën tate, dritën tate, dhe i vike që lizet i nati, kush është kjo që duket vjetë, i vjetë i natë mirë, kjo pëndin vetën mirë, ose pëndin vetën mirë, pa dashë, kjo ta thot i gjatë keqe. Ose t'ka i natë, ose t'bana i dalaver, ose fletë pra pakurizi, kina i tjetër, shifke që që duket vetë e kësaj. Se kam vetë, është vështirë, nësë po them, po me shqiptarët janë zjumë dhe i në të arsye, këshu me ti e prapë për naj vetë state, po zdeshe ti përzihesh, ti futesh, ti përullesh, ti sjarohesh, po jo, unë se kisha për të keqe, dhe ato du më fjallën tate në gjitatë, ti përkthehesh ti, atëherë t'kapin kështu të direkt. Edhe ma keq. Mund t'jenë familjar, shok, shoqëri, punës, gazetanët, s'ka të baj, po s'qe njeri ju zjuar, mirë ti mirë, vazhdo se ke mirë. Që kështu shkurt ti e kuptoni vetë, unë s'di që të ma, kupton. Ato kur se respektojnë dhe vetë në vetë. Se kanë për ty ato, ato ta respektojnë dhe vetë në vetë, atëherë respektojnë dhe ty ato. Pa të nuk kanë respekt vetë në vetë, bëjnë për bëjnë, ato bajnë si ku kanë respekt. E lunet e rolin, e fusin maskën. Kam lekon, ullu. Ose flasën një faqë ku jam unë i farë gangsteri këto, jo kështu pa. E këptoni vete, u viju me pensën. Baj gjoja, këpton, jam unë o shovu, i futa të mashën, të dytë, të tretë, të ndele aty hapa të gjami aty. Havot panorama aty, bam, muzikën, tingin, a këptam, për gjanat, nese prapë përësit atë, mirë ti mirë, edhe futush ka Krivoljani, ke Dr. Fauci, edhe vjen prapani, për sërit nga i vogël, mirë ti mirë, vazhdo shumë, a këptam, ta goju, shkurt, edhe rrimë vetë tashë të kesh mundësi, ose me njërës që s'ka shumë njërës si punë e sajtë, si të mos, po s'ke që i banë. Njerëzit janë ku janë, respektoj duj se ato janë shpirta, ato lullojt avatarit, vjen prapë ka jo, këto në shokën të gjendje me, se kam arritë në arsye, se kam do dhe veti, kam pa veti nga bëha tjetër, kam qajte, kam baj, kam liru, kam i shive gjitha gjanat, a këptan i shive tjerë si vushin, se veproshin, se të gjithë jemi kak një këtë qarko, a këptan. Po këta sjarojnë në ku shemi vetë tani, nuk kam ma mirë të mirë. Kam i mirë ti mirë, po në kohën e caktë, jo kështu, mirë. E kështu për lektujme, se bam dhe në mirë fare. U ba ma shumë serios, jo e qrek të bëj. Kështu, mendoj se ju ka përgjigjë shumicën e pyetjeve dhe ju uroj një ditë fantastike, majni vetën, se këto që po ju shpjegoj nuk janë kështu muhabete që i bën dita ditës. Këto maj për vete, zbuluje vetën, edhe naqe vetën tate, maj sa më mirë, ta shëroje, poli mirë vetës tate, mos i let njerëz për ulin ty, as nanën, as babën, as mos i shaj, as mos i baj, se do nxehesh, pa ashtu dhe e bash fillim, se s'di ma shumë, dhe t'i pi nervat, sidomos ku me është me të gjëra në fillim, për kënë dhe ato testat e gjërat, që kur shifni nga vinë ato kanë vujt, s'kan fajda të shkretit, ato i ka degeneru jeta, qeveria, që shuj me, të keni simpati për ato njërës, po nuk është shkollaj me pas simpati ku janë ato që janë debila, i ikën trunit, bërtasit, bajnë si të menshë. Ani vetëm ikë, as mos i njëro, as mos i ba, reagoju, maja prezentate, po dhe të projë fut janë ngrysht. Ashtu bën Zoti, jo si Jezusi. Ma fut këtu, ma fut edhe këtu. Këtë kështu duhen të mësojnë, të pare të manipulojnë. Zoti ta, ma fut e këtu, ma fut edhe këtu. Qështë vëlla, hajtë të fusën këtu dhe aty, unë përdeshe. Ai është Zoti, ja, ky kampioni që jemi ne. Tu kanë të mashtru se tu.
Zoti është edhe i mirë, po Zoti s'është budalla. Sidomos ky Zoti që është në tokë. Ka të bëjë me egërësira këtu, me hajina, me luana, me uqër, me dhelpra, me lëlle kafshësh këtë bashkë. Njerëzit tatë veprojnë ashtu. Njerëz të tjerë veprojnë ashtu. Kush bëhet luani, kush bëhet tigri, kush bëhet çakalli. Hajnë njëri tjetër. Po jo kështu tang me vepra tjera. A kupton, s'kam faj. Jemi su keq faj tonë. Ne jemi kafshë të tyrve, këto na thithin ne. Ashtu që i hajmë në kafshët, ashtu na përdorin edhe ne. Po ne i vrasim, këto s'ka nevojë ta vrasim, do ta marrin gjallën edhe jemi para syve. Se du thithin të përdit. A kupton? Ashtu që prendën në lopën, ndajmë sopa, hajmë me kohën. Ani vret lova pillë prap, lind ke fabrika, s'del ma për jashta, vjen aty, se çfarë s'bajnë, këta kanë degeneruar, kupton? Ashtu e kemi mballën e përpara. Du t'i kuptosh të gjërat, nuk janë për frikë këto. Dhe janë shumë gjëra shumë fantastike me i ditë, a kupton? Që aha. Edhe me eksperiencët tuaja dhe i kupton vetë pak a shumë sa të bash qysh veproj, qysh ta shijosh vetën, qysh të sa më mirë. Po fillim gjërat janë vështirë me ndryshu jetën kështu komplet direkt, a kupton? Ka që janë gjëra që janë aty me mos u bë budalla fare, ja kupton. Me lëndu vetën më shumë, se njerëzit nuk kuptojnë, a kupton? Ato që kuptojnë se ka koma të laj. Po pas mundësimi ndihmu pak a shumë me veprat e tuaja, me sjelljen tuaj, ajo mund të ndihmojë, po ato me dudha ato driti me, para se më njëri tjetrit, ta vjedhin dritën njëri tjetër. Ta din kush janë ato se nin që po e bërtitan dhe atis dritën atit, aso asajt, edhe do marrë energjinë. Se unë se di që kam energji me në përmejna, të shumë ka thënë këto, energjia është për jashtë meje. Dhe ikish qaltisësh bash, mashtrosh bash, aty do vjedhësh energjie gjana. Kështu bëjnë njerëzit. Vjedhin njëri tjetër, bën ti karikojnë njëri tjetrit, ta dashurojnë njëri tjetrin, ta çojnë nalt e manalt, a kupton, ndjenja, gjendje dita gjana. Po jemi sot kundër për momentin, po zbulojnë gjërat, i përshipim dhe vetë. Kështu i durumi, fitumi, investo vetëm tatë, kështu 100%. Sa më mirë, me majtë më mirë. Ajo është ajo, fokus, volumen e përmejna. I trupi fizik ka të baj pak, po s'ka të baj shumë fare kush jeti me në përmejna. Po këtë lojë është mirë me majtë e trupi fizik shumë mirë, se e kesh jetë më të mirë. Për çdo gjë. Që sa të kesh mundësi, s'kam servitje, po shko aty baj pompa pak e shtëpia. Pa, pillopa. Sidomos për ferma, se kanë kullaj me dalë shumë. Aty, dalë nga dalë, merr në stol në gjallë, ngrije pak. A kupton? Fillo. Mas 3 muajve merr dorën. Do pakoja, po i merr ti po investon shpirtat, vetë statë. Medito, qetëso. Pine çaj, po mos pi çaj kështu me këto që blen ke supermarketi. Pine çaj kështu, la çaj mali, na i gjashtu një që pim ne, jo si pin këto tjerë tu. Kafe, përdesh pije pa kafe. Qetëso se kur edhe kur agjëro për shembull, është mirë do të marrë sikur mashtron trupi sikur po ham, po pina gjatë. Do pakohet kjo mos servit. Kështu të gjërat ban tamam, edhe shifini veç ato dalë vetë do keni në fillim nuk janë se do të ndryshosh, ku ndryshon shumë gjëra nuk është kollaj. Do të direktojmë, do bëj këtë, do bëj atë, a kupton nuk është kollaj. Po, do kaloja 3-4-5 ditë, ja, dola nga ana tjetër, nga krahas se ku ishte këtu ke trupi më dole ke pota tjetër. Pak a shumë ashtu duket. Miku kjo mu. E kuptova më. Aha. Po ku se kupton, ku se e kalu. Dhe përsëritet prap. Po duke qetësu zbulohen këto. A duke ik me jetë, do të vinë eksperienca. Po për shembull e kishë punë për shembull. A kupton, ka gjatë bukur. Unë doja shumë atë punën se kishte shumë lekë, se kishte përpara, po e lash unë me të po marrin telefon po më du prapë ke puna. A kupton, shihni që është vinë gjërat për shembull. Ka lloje mënyrash, a kupton? Riqjet vinë gjitha gjana, ku se do ndonjëherë djen ajo. Po ti rrin më kështu në gjendje të mirë. S'po del nga trupi. Rri edhe kariko, mos vi këtë mënyrë për shembull. Të vjen diçka, edhe di ç'ta bash tani. Ose mund dalë edhe kështu dashuani, e kupton? Varet, mos u mërzit. Këto shenjat e vllaja s'vjen shpesh, por kur vjen tamam që nuk harrohen. Kështu neli mrapa se edhe sikur se kupton dita ditë ndonjëherë, diçka do ndodhi. Mos u mërzit, se ka shumë si puna jote që po qojnë nga gjumi, ti din këto gjërat.
20 e bami me që i kështu penaloj këtu. Edhe juroj gjithashtu një ditë fantastike edhe shihni, mirë pafshim.